O ti djoj. Dashur qytetarët Prizrenit, mirëmbrëma e urime gjithve fitoria e Shaqir Tutajt dhe e Partisë Demokratike dhe partnerëve koalicionit. Falemderit nga zemra Prizren, falemderit që mënyrën më të qartë mundshme i tha po edhe 4 vjet Shaqir Tutajt, i tha po zhvillimit, i tha po vazhdimësisë dhe vizionit për një Prizren më të mirë. Kjo është fitore e Shaqir Tutajt, po para gjitha që është fitore e qytetarëve të Prizrenit, është fitore juja edhe në këtë natë me shi, kjo është bereqet për Prizrenit. Po ashtu, kjo është një fitore që tregoj se bashkëpunimi përtej llogove, përtej ndasive, dallimeve, është ai që mbështesin qytetarët. Andaj i falenderoj edhe partnerët e koalicionit që i besun Shaqir Tutajt dhe vizionit ti për Prizrenin dhe që bashkërisht sot i mundësun fitoren e radhës, shoqës dhe gjithë neve bashkë. Por dëshiroj që t'ju them prej sonte në përfundim sojgare, si që ka qenë 4 vitet e fundit, Shaqir Tutajt do t'jetë përsëri kryetar e gjithë qytetarëve pa dallim. Edhe i atyre që këtë radhë kanë votuar ndryshe, sepse modelit qeverisës i Partisë Demokratike të Kosovës është i tillë, ne jemi ngarë për t'i bindur qytetarët për vizionin tonë, por po ashtu për t'ju shërbyer të gjithëve pa dallim. Kjo ishte një betejë e rëndësishme për Partinë Demokratike të Kosovës, andaj duke ju falenderuar gjithëve për mbështetjen, për punën, në të veçantë aktivistëve të palodhur Partisë Demokratike që kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, aktivistëve të partnerëve të koalicionit, ju falenderoj nga zemra dhe ju garantoj se 4 vite më vonë Prizreni do të vazhdojë të transformohet dhe të jetë qytet që i bën krenar jo vetëm qytetarët e Prizrenit, po të gjithë qytetarët e Kosovës dhe kudo ku jetojnë shqiptarë gjithandej, sepse ky do të jetë gjithmonë kryeqyteti jonë kulturor e historik. Falemderit nga zemra, shans, urime, prift e para, na ke bo krenar. Mendi! Këtëruar të praneshën, Prizreni nuk është veç një qytet. Prizreni është një qytet me shumë vlera trashëgume, kulturore, historike, kombëtare, qytet i diverziteteve, qytet i shumë kvaliteteve. Prandaj kjo fitore i takon qytetarëve të Prizrenit pa dallim partie, sepse qytetarët e Prizrenit kanë ditë me votu, kanë ditë me vlerësu punën, kanë ditë me vlerësu performancën, kanë ditë me vlerësu sistemin e vlerave që na përfaqësojnë, edhe kanë ditë me vlerësu edhe me përqafu vizionin ton që na e kemi për një periudhë 4 vjeçare. Do mi falenderu edhe partnerët e koalicionit që po ashtu i kanë bashkangjitur këtij vizioni, si dhe natyrisht ekipin tim, të cilët në mënyrë të palosme kanë punu 4 vjet për të vazhdu, për të pas një kontinuitet të një qeverisit mirë
e cila tashmo e ka dëshmu se ka potencial, ka vizion, ka sistem të vlerave, edhe ne po do të konfirmojmë. Na nuk i limitojmë sfidat, na i sfidojmë limitet, na shkojmë ma të tje. Na jemi ata që kemi me kriju standarda të reja qeverisjes. Na jemi ata që do të krijojmë një model të ri të qeverisjes, sepse Prizreni do të mirë shembull edhe jashtë Kosovë për më lirën se si funksionon, si qeveriset edhe ku secili individ dhe jep kontributin e vet. Këtu askush nuk ka humbë. Diversiteti, sistemi shumë partijak, vlerat janë ato që neve nga qënë për para. Prandaj edhe ata që kanë votu për një opcion tjetër politik sot janë fitus, sepse vizioni ynë është për një qytet ku nuk do të ketë diskriminime, po do të ketë vetëm favorizime mbi bazën e vlerave edhe mbi bazën e vizionit të përbashkët për të gjithë të. Do të vazhdojmë me Prizrenin në punë, ashtu siç e kemi pas 4 vitet e kaluara, edhe do ta sjellë një kvalitet të ri të jetës. Futja se Urime, Kallashi po të kësë ka për harju koft juve qytetarë të Prizrenit. Kallashi po të kësë ka Edhe vazhdojmë bashkë drejt standardeve të reja, drejt fitoreve të reja. Ju falenderoj. Do të nisëm nga Prizreni. Një pjesë ka përfundu votimi, ka përfundu numërimi, po i presim finale në rezultateve në Mitrovic. Futja! Futja se po të